Agjencia Shtetërore e Kadastrës në hap të ri në procesin e shërbimeve duke bërë të që vendet për legalizimin e ndërtimeve informale të dërgohen qytetarëve drejt për drejt në profilin e tyre në platformën ILB1. Dokumenti përkat të zbërrin menjëherë në telefon apo në kompjuter, duke eliminuar nevojën për paraqitje fizike në sportele, pritje në radhë apo dërgim përmes postës. Ky ndryshim synon të përshpejtojë procedura dhe të rrisë sigurinë në dorëzimin e dokumentacionit zyrtar. Përfitimet kryesore të këtij shërbimi përfshin rritjen e sigurisë në dorëzimin e vendimit, shkurtimin e kohës për pajisje me titullin e pronësisë, si dhe një proces më të thjeshtë dhe transparent për qytetarët. Në këtë mënyrë shmangen radhët dhe burokracinë, ndërsa procedura zhvillohet në kohë reale. Digitalizimi i shërbimeve të kadastrës konsiderohet pjesë e reformës për modernizimin e administratës publike në vendin tonë, me synimin e vetëm për të ofruar akses më të shpejtë dhe më efikas në dokumentet e pronësisë për të gjithë qytetarët.